Të gjitha falenderimet, madhërimet dhe lavdimet i takojnë vetëm Allahut te bareke ve teala, krijuesit të gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet e përzemërta i dërgojmë vulës së pejgamberisë, mësuesit tonë të mbar njerëzisë, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, fisnike, shokëve të tij, edhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që janë sinqert me besimin e vet deri në ditën e fundit. Të respektuar vëllezër xhamat, sot sipas kalendarit islam jemi me 25 Shaban dhe njëkohësisht është xhumaja e fundit e këtij muaji që i paraprin muajit të bekuar të Ramazanit. Pra kanë mbetë vetëm edhe 5 ditë të këtij muaji dhe pastaj të futemi në muajin ton më të dashur dhe në mikun ton të zemrave të shtëpijave tona, muajin e bekuar të Ramazanit. Sa herë që vinte kjo xhuma, kjo datë, i dërguari alayhis salam mbante para sahabeve një hutbë e cila do të jetë edhe temë e hutbes tonë të sotshme, ku nëpërmes të fjalëve të cilat i ka përmend ai sallallahu alaihi wasallam, njëkohësisht do të shohim edhe të përputhim edhe realitetin tonë të sotshëm edhe atë çfarë na pret në këtë muaj që po na vjen. Po para se futem në temë, e kam një amanet që përcjell gjithëve vetit parit edhe juve, se një vllau ton këtu në vendin ton, sa të fëmia i tij i nënshtrohet një operacioni të rëndë dhe në duat e juaja që do t'i bani sot në këtë ditë të xumaje të mos e harroni edhe te, nuk ka nevojë emrin me acik, mjafton që Allahu xhaleshanu e din, dhe ju në duat e juaja mos harroni të bani dua për te që Allahu ta pështojnë edhe inshallah të ketë jetë të gjatë. Pra pejgamberi alayhis salam këtë hutbë e fillon me këtë fjalë: O ju njerëz, po ju vjen një muaj madhështor, një muaj i bekuar, një muaj në të cilën gjendet një natë më e mirë se një muaj. Vllazën dashur, edhe në shtëpiat tona, edhe pse me fol realitetin na është rrallu dukuria e mikpritjes, pa kur na vjen një mik i mirë, kur na lajmërohet se do marr një mik i mirë, pra e rregullon pak shtëpinë, ndoshta i thom grus me badhe dhe i ngjak kështu pak dhe një gjellë më të mirë dhe një mëlsin, sepse kena dëshirë që ai mik që po na vjen me dal sa më i kënaqur, sa më i pritën prej nesh. Zatëm kjo është edhe tradita jona. Pse ja? E prandaj është më e arsyeshme që mikun i cili na sjell begati shumë më të mëdha se sa një mik fizik, është Ramazani, që edhe këtë muaj të bekuar ta presim po ashtu në të njëjtën mënyrë. Pra edhe duke i rregulluar shtëpiat tona, edhe ashtu si kemi dëshirë edhe xhamiat tona që duken sa më të pastra, sa më të bukur, për anës fizike dhe anës së jashtme, po ashtu pra edhe të përgatitemi shpirtnisht që këto ditë t'i kalojmë ashtu si është razi i madhi Allah te bareke ve teala. Thot pejgamberi sa më gjatë, Allahu e ka bërë obligim agjërimin e tij dhe e ka bërë namazin e natës në te, duke menduar për namazin e teravis vepër vullnetare. Vllai dashur i respektuam, ninimi apo kalimi i ditës në agjërim, duke u largu nga pija, ushqimi edhe teket e nefsit, po ashtu do të thotë është për ne një motiv më tepër që me zbukuru njërin me tjetrin. Pra nëse i kena dy vllazën nuk bën me ida, nëse i kena dy motra nuk bën me ida, ma asgjë. Atëherë agjërimi dhe namazi janë dy vllazën ose dy motra të cilat nuk është mirë me ida. Nuk ka nevojë zakonisht musliman gjithmonë me bë pyetjen a bëhet kabull agjërimi nëse nuk falem. Po pse s'po i bën bashkë? Unë besoj se nuk ka me të bim gjë. Pra provoje një herë, bane një jetë, edhe shef se Allahu xhaleshanu ka me ta lecu. Po edhe vetë agjërimi nuk është diçka shumë e lehtë, ja. Ndoshta na është bërë lehtë tash që ka filluar me hyrë në të mujt e dimrit. Po ju që keni pak më tepër vjet, e dini mirë se para disa viteve e kemi pas Ramazanin midis vere. Dhe i kemi kaluar 18 orë, as më pak as më shumë, duke agjëruar. A kujton se me forcën tonë e kena bërë, me fuqinë tonë fizike? Vallahi ja. E kemi bë me niyet. Niyeti është ai i cili na ka ndihmu edhe i cili na ka lecuar agjërimin. Pra edhe ky tash që është po ashtu edhe pse është 12 orë,
Mos mendoni se është takati jon, forca jon, fuqia jon e cila na bën me adhuru, domethënë mos më hangër, mos më pi. Mos e bën një herë në jetë edhe rrinja domethëtor pa hangër, pa pije, po tregoj pastaj hajde flasim bashkë. Fillen të dëm kryti, fillen nuk disponohesh, nuk je interesi hiç. Pse kush është ai që i përmirëson këtë gjëna? Niyeti. Vullneti pra edhe që me çu urdhën e Allahut te bareke te ala do thotë në vend. Andaj namazi i teravive që falet gjatë muajit Ramazanit është domethënë një qershi në tort, sepse ne kemi obligim pas faljen e 5 vakteve, kurse namazi i teravive thjesht është vetëm një zbukurim, një mirësi. Dhe nuk bën që një musliman me e kuptu aq rand punën e teravive mos me lan asnjë teravi me i kalu, dhe kur vjen vakti pastaj mas Ramazanit me hedh lirë e mos i milan edhe farzet, pra ata që i ka ba Allahu xhaleshanu obligim. Edhe vetë pejgamberi alayhis salam ka noll që s'ka dalë në teravi. Janë mbledh njerëzit. Imagjinoni tash ju për shembull vini në xhami me fal teravin, nuk ju vjen hoxha. Çka ka noll më burr? Mos i ka noll gja hoxhës. Kur gjasi ka noll hoxhës. Hoxhës i ka noll se ka dash me ju tregu se nuk është farz me fal teravin. Është sunet, është një vepër e mirë. Që nëse e bën okay, ke sevap. Po nëse se bën, nuk është bën nami. S'ka me vetë Allahu xhaleshanu pse se ke fal teravin. Po nëse e fal, Allahu ka me çpërbly. Po. E kështu pra dhe pejgamberi sa një natë nuk ka dal. I kanë thënë sahabët, ja Resulullah, më ram të kena prit në teravin, nuk na ke dal. Çka ka qenë puna? Mos ke qenë gjapa qef. Ka thënë nuk kam dal me qëllim, që mos ta kujtoni se Allahu ju ka bë farz atë lloj namazit. Atëherë potenconi në faljen e namazit farz, se ai është domethënë ai me të cilën Allahu xhaleshanu na afron më shumë ditë madhnisë së tij. Thot, kush i afrohet Allahut në këtë muaj me një vepër të mirë, pra me një vepër nafile, është sikur të ketë kryer një farz në muajt e tjerë. Edhe njerëzit të cilët e kanë provu, ja ka bërë Zoti risk, kanë shku për shembull në vendet e bekuara, në Medinë dhe në Mekë. Edhe e kanë kuptuar se atje për shembull nëse në Medinë falesh një namaz në xhaminë e pejgamberit alayhis salam me ke sevapin sa 1000 namaze mu fal diku tjetër. Ose nëse falesh në Qabe, kjo është edhe ma ekstra, pra se e ke një namaz në Qabe sa 100.000 namaze në xhamiet e tjera. Por kjo nuk e ka kuptimin se Allahu ka liru tash tutje prej 100.000 namazeve sepse ke fal një namaz në Qabe. Por shpërblimin kemi pas ke i madh i Zot sa sikur mu fal 100.000 namaze. Edhe kjo në Ramazan, nëse thot pejgamberi sa kush e fal një sunet në këtë muaj, e ka sevapin si me fal një farz. Ndërsa kush e fal një farz, si mi fal 70 farze jashtë muajit të Ramazanit. Se ka kuptimin se Allahu është automatikisht të me një namaz të ka liru prej 70 namazeve. Por shpërblimi është i madh, sepse kjo është mirësia e madhe e muajit të bekuar të Ramazanit, që as unë nuk e kuptoj, po besoj as ju se kuptoni. Qa është ai magnet që ta afron tek dini Allahu xhaleshanu pak më me vullnet kur vjen muaji i Ramazanit. Me harxhu s'di se çka prej pasunis, as ne si hoxh, as ju si xhamat, ndoshta si kishit përgjigj ardhes në xhami, po kjo është e mrekullia, ai momenti që Allahu dert bekimet e tij në këtë muaj, prandaj shfrytëzoni këtë bekim që Allahu e dert në këtë muaj, edhe falenderoni Allahun xhaleshanu edhe bani dua Zotit, o Zot, më forca që të jem në farzet e tuja edhe mas Ramazanit, ashtu siç më ke forcu që në këtë muaj me kry diçka edhe prej nafileve apo gjajave vullnetare. Është thot pejgamberi sa ai është muaji i durimit, e shpërblimi i durimit është xheneti. Vllai i dashur, një detaj vetëm në lidhje me durimin po ta përkujtoj. Se ti vetë i vetëdijshëm, po edhe të gjithë ne bashkë. A ke vuar edhe një herë kur vin momentet e fundit para iftarit, fillen paksa e bashkë si nervoz. Edhe një gjë mos me ta pru gruaja aty ke tavolina, fillen edhe çan zanin e bërtet. Pra, nëse e shikon në atë aspektin fizik është normale. Pa për atë pejgamberi sa potencon që me bë durim njeriu në ata momente. Nuk janë momente që me çu zanin, se pa thamun në thojza, s'ka kush faj. Se kjo gjëru gjithë ditën, është normale ajo punë, reagimi i trupit. Por nale vetin. Thuj, o njeri, unë për Allahun kam agjëru. S'ka faj kërkush, as fëmijët as gruaja. S'ke nevojë me bërtit, me shfaq nervoz në ata momente. E kundërta, pejgamberi alayhis salam shuhet sa bukur na edukon. Thot, duaja që bën njeriu në momentin e iftarit është kabul tek Allahu xhaleshanu. Mledhi Allahu xhaleshanu të begatoft. Mledhi 30 dua. Për shembull, po them 30 ditë Ramazan. Mledhi 30 dua për natë bane ka një dua në atë momentin e iftarit. Jo thjesht me kalu muhabet. Vetëm me prit sahatin.
Lene sahatin bëjnë punën e ti, ti bën punën tënde. Çoj dur Allahu të begadoft në atë moment pra kur është sofra e shtrumur përpara se Allahu domethënë ka premtuar për ty për pranim të kësaj lloj duaje. Është muaji i solidaritetit dhe muaji në të cilin shtohet furnizimi dhe risku i besimtarit. Se si ndodhen kjo punë, është madhënia edhe urtësia e Allahut xhaleshanu që mas mirit e din. Kurse na si njerëz po mundohen me bë që është e jona. Allahu i begatoft edhe i jap bereqet që edhe neve si Bashkia Islame na ka mundsu, domethënë mbretënia e Arabisë Saudite ka çu disa nima edhe na domethënë jo më larg se para disa ditëve kemi shpërndarë disa paketa për nevojtar, edhe sot do ta bëjmë inshallah, domethënë prej orës 1 deri në 2:30 mas marketit volje atje të shku për plasht madhe, andaj nëse dini dikën që ka me të vërtet nevojë tregoni, le të vinë, inshallah Allahu ja shkruan sevap atyne, edhe neve pak që po jena si dorë zgjatun për ta, po mos ta harrojmë këtë solidaritet edhe ndaj njerëzve të cilët domethënë i kemi afër, i kemi në kushri, i kemi kushri që nëse ka nevojë pra diçka të mundohemi që t'i ndihmojmë sa na ka mundsuar Allahu xhaleshanu. Sadakën unë e di se ju jeni të vetëdijshëm sa ka vlerën sadaka. Por thot, pejgamberi sa ka qenë shumë xhumert edhe gjatë tan kohës. E kur ka ardhur Ramazani, ai thot ka qenë edhe më xhumert, edhe e ka lëshu dorën pak edhe më tepër se ka pas. E me ba me kap në me shiku sa ka pas, kur i shikoma ata burimet e jetës pejgamberit alayhis salam, thonë kishin me thënë me veti, po çka ka pas ky njeri me na, po ky kujdes ka pas me subhanallahu. Ky një dëshek si duhet nuk e ka pas, ka fjet në kasht, ka fjet në përgosta, si kanë thënë të vjetrit tonë. Ecim. Thot, kush i jep iftar një agjëruesi, do të ketë falje të mëkateve dhe shpëtim nga zjarri, dhe do të marrë shpërblimin e tij, pa ja paksuar pak shpërblimin agjëruesit. Pra, mundoheni vëllezër të nderuar që t'i shfrytëzoni ditë ashtu që të ftoni njerëzit e juaj të dashur për iftar. Këtu nuk është e theksuar që duhet mina patjetër iftar veç fukaras. Edhe nëse keni raste të tilla, pse ja? Lum ai që mundet edhe mi bashku të dyjat, edhe solidaritetin, edhe iftarin. Po edhe njerëz të vet. Provoni pra me e kthy pak. Provoni me e kthy pak. Një traditë shumë të bukur që kanë pas të parët tonë. Se na është bë kjo puna e iftareve edhe shtrimit të iftareve pak si motorik. I thrasim tan vllazën dhe tan motët për një herë i çom një restoran, a thu se poenta e gjithë muhabetit të iftarit është veç sa me hangër dy kafshat. Elhamdulillah sa të ka gjithë se kush me hangër. Poenta është të mlidhen pak, të rrim me njëri tjetrin, të dajmë disa çaste me njëri tjetrin, të ndromë pak muhabete, se pak kena distancu gjithë kush me atë dynjan e vet, me atë luftën për këtë botë, edhe kështu që pak është largu. Hajde ta shfrytëzojmë muajin e Ramazanit pra që të afrohen më tepër. Mos bëm iftare megalomane me thirr me ka 200 vet, me ka 50 vet. Thirrë vllain, thirrë motër me familje, shoqënonën i pak rrini. Elhamdulillah 30 ditë keni në dispozicion, domethënë sa duhet. E pa, thot pejgamberi, aty në atë moment kur flite pejgamberi për këtë sevap të iftarit, ato sahabët që ishin prezent i thanë, ja Resulallah, nuk kena të gjithë mundësi që t'i napim iftar agjëruesit. Shife modestin, shife bukurin, shife aktin, se akti është ai që e vlerëson Allahu xhaleshanu. I thot pejgamberi selam, Allahu sevapin e iftarit ja jep edhe atij agjëruesit i cili ja ofron vllaut qoftë një hurm, qoftë një gërç me ujë ose një gërç me qumsht. Subhanallah. Pra, shifni se ku është poenta, nuk është poenta ke supa, ke gjella, ke amëlsina, ke salata, bla bla bla, ma gjatë siç i shtrom në mirë tavolinat tona, por poenta domethënë është që ta afrohen me njëri tjetrin edhe ta shtojmë do të dashurinë me njëri tjetrin, se është Allahu ai i cili njerëzit më së shumtit ja ofron dashurinë me njëri tjetrin kur ata i napin njëri tjetrit me hangër. Naloni mirë dhe analizoni këta, është disa herë është përmend në Kur'an ta'amul miskin, pra me i nap ushqim njëri tjetrit. Do thot kur i nep diku kur han me diken buk, zor për Zotin e ke për mu shamatumet, zor e ke mu grimet, zor e kemi barmi kate që keni hangër buk bashk. Prandaj sa më tepër që bëhet kjo punë, aq më tepër shton dashurinë me njëri tjetrin. Ai është muaj fillimi të cilit është mëshirë, mesi të cilit është falje dhe fundi i të cilit është shpëtim prej zjarrit të xhehenemit. Pra ku dan më mirë se sa Allahu i ka bashku këto cilësi të mira të Allahut, e pse jo do të thotë që të jemi edhe vetë prej tyre. Pra edhe të jeni të mëshirshëm me njëri tjetrin, ta shikojmë njëri tjetrin me synin e dhimbjes, mos t'i kënaqen atë keqe së tjetrit. Pra të kemi cilësinë e faljes. Tani na jena njerëz gabimtar.
Dhe mos gaboni bile me hyn këtë Ramazan nëse jemi dikën keq. Për Zotin s'ka me tabaka abull Allahu xhaleshanu. Ke kujdes me hyn Ramazan me qenë i dhunshëm. Prit të Zot mos parit me prindët tuaj, kush i ka gjallë. E mos andaj me vazhdu edhe me njerëzit e tjerë. Pra, nuk është Allahu muftaç për barkun ton të thatë. Ai don që përmes Ramazanit me afru zemrat tona e me shtu dashurinë me njëri tjetrin. Kush ja leçon barrën robit të tij në këtë muaj, Allahu do ta falë dhe do ta liroj nga zjarri. Keni kujdes pranë mësuesve të kësaj këshille, ju të cilët keni punë, keni biznese, keni ndoshta edhe një firmë që ka punën, natyrën e asaj punësh pak më haram. Pra, lironi pak sa punëtorët e ju që punojnë këtë muaj. Shkurtonja pak orarin e punës sipas mundësisë. Zvoglonja pak atë vrrullin e punës, sepse Allahu ka më ju shpërbly pa mas. Sepse nuk është njësej një njeri i cili e ka lënë kohën ashtu pa punë, hiç ka marrë një pushim vjetor, ka hedh lera, ose s'ka asnjë punë, ja fut gjumë gjys ditës, a kupton? Kurse dikush tjetër ndoshta duhet më çu edhe në sefër, edhe në sabah, e belen 7 sahati me shkuën punë etj. Pra ti si shef i ti si gazd, lehtësoja pak sa punëtorit Allah shpërblet se kime pas shpërblime shumë të mëdhaja. Sepse ashtu si ke qef ti mi pas letë, ashtu duhesh me menu që edhe ajtë që e ke ndoshta në zotrim edhe që punon këti mi pas letë. Thot, pastaj duke e përfundu pra këtë fjalim, shtoni në te 4 gjana, 2 me të cilat do të knasni Allahun, Zotin e juj, dhe 2 të cilat për ju janë të domosdoshme. Pra, sa i përket 2 të cilat e knasin Allahun, ata janë dëshmia la ilaha illallah dhe kërkimi i faljes. Pra vllai dashur, mos më kalu kohën kët, nëse s'ke çam me bas, s'ke çam me punu, pa edhe nëse je të punu. Përmend Allahun xhaleshanu, thuaj la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, bir shahadet. Përmend Allahun. Pra thuaj istighfar, thuaj astaghfirullah ve tubu ilej, astaghfirullah ve tubu ilej. 100 herë kush e bën këtë ditë, ja ka premtuar pejgamberi sa faljen e mëkateve prej Allahut xhaleshanu. Është gjati nuk ta lodh as trupin, po bile edhe pse ty të duke se kur flet thahet goja, po është e vërtet. Sa më tepër që flet, sa më tepër që çakulen, muhabet thjesht, thahet goja, kërken ujin me la gojën, a ke pa? Ata gazetat ata si dalin për televizor, në si emisionesh, një sahat i zgjatë emisionit, ja vujnë gotën e ujit të përpara. I thahet goja të fol as një sahat. E pra, kur thuish la ilaha illallah, kur thush astaghfirullah, kemi pa dhe vetë, Allahu ka me ta la gojën, ti s'ke me ditë se si. Pra, vetë me përmendjen e Allahu xhaleshanuhu, goja rrin e lakt edhe nuk ka nevojë me pi ujë. Ndërsa ato 2 që janë të domosdoshme, thot pejgamberi alayhis salam, thot kërkoni xhennetin nga Allahu dhe kërkoni mbrojtje prej zjarrit. Dhe përfundon këtë hutbë pejgamberi alayhis salam duke thënë, kush i jep për të pirë një agjëruesi, Allahu do ta furnizoj atë me një pije nga haudi, pra nga burimi im, dhe nga kur shpin nga ai burim nuk do të etet më derisa të futet në xhennet. Lusim Allahun xhaleshanuhu që edhe këta pak ditë që na kanë met, na mundsu me prit muajin e Ramazanit, me hyrë në te të përgatitur, me agjëru ashtu si është i kënaqur Allahu xhaleshanuhu, me bë sa më tepër vepra të mira, sa më tepër mu shoqëru me Kur'anin, jo vetëm na si xhamatli vllazën dashur, se në historina përcillet se edhe ato dietarët e mëdhej të dinit, të cilët kanë studiuar në fusha të ndryshme si fiku, hadithi, edhe ahlaku apo diçka tjetër, i kanë lënë tan ata lloj librash kur ka ardhur muaji i bekuar i Ramazanit dhe janë marrë vetëm me leximin e Kur'anit. Sepse leximi i Kur'anit në këtë muaj, pra është një prej veçorive të mëdhaja të këtij muaji. Se në këtë muaj, pra është aja nata që e përmend me nata e Kadrit, në të cilën ka fillu zbritja e këtij Kur'anit. Andaj, sa është mirë dhe sevap që njeriu me u shoqënu me lexu Kur'an edhe kur nuk është Ramazan, aq më tepër është domethënë sevap që na mu shoqëru me Kur'an. Pra, fillojmë ka dal këto që nuk kanë mësuar me lexu Kur'an në gjuhën arabe, fillojmë paksa si më thënë, të largohen prej asaj bines nuk diun ma me lexu Kur'an. Vllai dashur, për shkencat e kësaj dynjaje, qoftë për shkolla, për gjuhë, i kena mësuar ezber ka 2-3. Kena kry mastera e doktoratura tani kena kry. Mas me mujt me mësu 28 shkronja të Kur'anit, të librit tënd, të fjalëve të Allahu xhaleshanuhu, sot në këtë ditë nuk është arsyeshme më as pak. Ma e mend këtë çka po të them, sepse domethënë mundësitë për me mësu leximin e Kur'anit sa të janë bë aq të mëdhaja, aq ta ka lehtësu Allahu xhaleshanuhu sa ti kur ti kishim thënë para një 50 vjet këta fjalë,
kishin thënë ata pleq çka ishte të fol kjo hoxha marbur ku ish kënd farkohesh të jetu. Po tash a pas fjalët e 50 vjetëve përsërit mas 50 vjetëve sot? Atëherë ki kujdes se do të thotë është neglizhenca e dikujt që nuk afrohet në këtë formë. Tani është mirë, gjithsela punë është e mirë. Mos më keq kuptoni. Por me bë një punë do të më dal, do të më harxhu energji, do të më ec, do të më harxhu, ose diçka tjetër. Me lezu Kur'an ulesh se zotnia më i madh në fotel, në kauç, e çel Kur'anin, thu elif, vrap Allahu 10 sevape kesh në dorë, tak 10 për njëherë. Lam tak edhe 10, mim tak edhe 10, 30 që është kaj me njëherë, me 3 shkronja. Pra, kështu është pra puna me Kur'anin. Andaj, mos hezitoni që të afroheni në leximin e Kur'anit. Po edhe ata të cilët haj pa tham kushtimisht nuk e din. Le ta marrin Kur'anin në gjuhën e vet, në një gjuhë që e kuptojnë, le të lexojnë, të mendojnë për të meditojnë, pra thjesht të kalojnë kohën e këtij muaji të bekuar duke u shoqëruar me Kur'an në njënën apo në tjetrën formë. Wa qulu ma tasma'un astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il mu'minina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.